E kështu që një ngjarje të cilën e kam dëgju frik, e cila është ngjarje e cila ka ndodhur para 135 viteve. Se ka ndodhur vitin 1878, ju dini vitin 1878, këta muhaxhir që i kena sot në Kosovë, në Shkupe, madje ka edhe në Shqipëni, ka edhe në Stamboll që vitin 1878 çka janë larguar me dhunë prej Toplicës përmi 715 katune që i ka larguar me dhunë serboslavi, edhe të dashur të mi nuk kanë zonë vend përveç se në Kosovë, në Shkup, ka pjesë ndryshme në Kumanov, edhe çka shumë është interesant, e kanë evidentu një rast historik, të dashur të mi, e kanë evidentu se ka pas raste kur i ka rrugë zori, i kanë harru edhe fëmijët në djep. I kanë harru edhe fëmijët në djep. Zori i madh, çetnik tu i njet, na kemi përjetu luftën, e dimi çka është, ka pasur në rastet e fundit. Mirë po atje, atë natë kohë kanë qenë mjetet më primitive, nuk mundet ti me ecë me kërstin me kije, qysh ecë me kerr, ose qysh ecë me traktor. Edhe është shumë normale që i kanë zaptu, i kanë grabit, i kanë myt, një pjesë të madhe, mos bisedohet më për prona, i kanë tjetërsu, me qindra xhamia i kanë shkatërru, i kanë djeg, sot e kësoj ditë nish, është xhamia shqiptarve, fotosh, kërkush nuk hin të as, nuk therrjet zoni Muhammed, alayhi salatu selam, këta të katune, këta emna Shqip, këta të kryone emna Shqip, as një njeri nuk banon ato. Këtë ju konë shqiptar para 150 vjetë me pasqumi pas tonë, se ju nuk keni me egzistu sot dhe 100 vjetë, atë të ishe po copa me ta. Kjo shumë e vërtet, shumë reale. Po të regan në gjarja vërtet, kur kanë dalë, 1 kilometr i karon men, no me zolla, e kena arru fëmin në djep. S'ka, hec mu këthy, që mu këthy, ka morë floka i një qetnik, hec e këtheu, ploka ka nëmë, s'ka mu këthy. Allahot, jenat Allahot kena, fëmija në djep. Ta është po hinë, ju e dini që shka një shkijet me plaçkit, kur po hinë një plak, me një plak, do më burë e gru, të dytë pa fëmi, edhe peshuajnë fëmin të kajtë, tha, floka ju kësha fëru, atër tha e merë shkina plak, e merë djallin, kër e këqyrë djallin, e merë fëmijun, kër e këqyrë djallin, edhe i thët, vëlla thët unë për marë që tonë, thët i njeri, thët ti merë qka dush, thët edhe kush se din, thët na fëmi skena, thët për marën për birësujmi, për bojna për veti këto, për bojna për birësujmi, për adaptojmë, edhe e marën, ta është dënë, Allah rritët këtë djallë, e rritet, qka bën ploku, ta shkohu qetniku, për me rritet e me fut dashni në zemrën e ti, fenë e ti, e merë një bicikl, kur ti mu 7 vjetë, e merë një bicikl, ja blen edhe e shkan në kish të pupi, i thët qëre, thët, nesër, thët është e dile mesh. Kur të vina, thët, nesër, thët, ti del për para me bicikl, thët, edhe e jep djali tem, që me u lidh djali jam e ty, që qëre pupi, po donë me më maruj djalin, po ma respekton mu djalin, a unë e ta kum blek tonë, thët, mësa arraset, që kjo është pedin që shopuna ti, që kjo është fëmi shqiptarve. Edhe të dashtur të mi, ku shkojnë në kish, që fëmi merë edhe e marrin, edhe e merë bicikletën, edhe rritet aj me dashnin ndaj popit, me dashnin ndaj kishës, se fëmi, që ka në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë fëmi të jenë musliman, mirë po, thët, prindrit japin rrugë tjera. Kjo është e vërtetume, me hadithe, me ajete. Edhe të dashur të mi shkon në kohë gjatë, rritet aj djali, plokën këta, a që me qëmë këtë djaloshi, sa që regjistrojnë të dashur të mi në atë kohë, u konë Jugoslavia e parë mbretëria, që kanë pos koalicion me Slovenve, Kroatëve dhe Sërbëve, kanë thonë mbretëria e parë. Edhe të dashur të mi, bëhet që kanë në Beligrad, edhe bëhet ajo oficerinol. Mirë pa kjo ploka nuk po mundet me dhon shpirt ta kalzu realitetin. Me kalzu ati djali se ti nuk jesh ka, ti jesh shqiptar. Edhe i qënë një letër, thët hajde në Prokuplje ka kanë konë këta, thët hajde, thët se nona, ajo majka, përdojnë me dhonë shpirt, përdojnë me qëth. Edhe, të ashërit e mi, vjen a i djali, boba i vetë, kënë se pseudo boba, i thët unë përshkej në qytet në Prokuplje, ka kanë konë katën, thët e rritët ti me nonën tonë, thët se pja blej do borën se nonën e ki shumë pa qef. Edhe ka mundësia këshomit të nëzanë. Edhe ta shë anisa me bisidu qysh, ja po mërzitësh, ja që anina knina, thët qëre, thët unë nuk po muj me dhonë shpirt pa të kalzu diçka të vërtet. Thët qka? Thët ti thët nuk je sërb, thët ti je shqiptar.
thot edhe në filon venin, i ka zonë krejt, qështu, ti thot je i familjes me mbjemni Morina. Thot, e prindrit e tu, thot, kanë ikin Shkup në bit pazar, thot janë. Edhe jep jeta, tap, kuj meqën s'flet. Kthehet atje në komand, lyp më ardhë në Prishtinë. Për komand, kur vijen në Prishtinë, fillon tinca me mësu ka pak gjuhën shqipe. Se s'ka dit, i menqër, edhe një dit e merë një ushtarë, thot, hajtë thot të dolim këtë e këqyrun ka kena na, tukën tunë. Ka kena kufinin tunë. Se edhe një vitë 1913 është vënu që ki kufi. Sot, ku në Morin, kjo nuk ka egzistu për para. Për vitë 1913 e tutje. Me kongresin e Londrës të ambasadërve, e dini këtu, për historisë. E kur dolin a e këshyrë, për cili teren ka mundësi me ikë. Edhe të dashurit e mi, vije, edhe nuk bënzoha, pet e për cilë situatën mirë, i merë informatat, fillan me mësu ka gjamirë, sa me komuniku, e vesin atë, se ti për dhe me mësu gjuhën shqipe, se du me komuniku me njerës, unë jam interesum këto me shërby, thot për interesat tyne. Edhe shkan, i bjen trag familjes Morina, babës dhe vetë, nonës dhe vetë, i bjen trag në bit pazar, është një mahalle modhe atje, në Shkup, edhe shkan vëzër të dashë. Kur shkan, kë me uniformu shtarake, dang, der, e vogël, shpije vogël, që shqiptarët në atë kohë që shkan jek për sundimit Serboslav, në përgjithësi, bile ata shqiptarët e Macedonisë, ma shumë kanë jek ata për Macedonës e sa na këtu pishkive, ju e dini fare mirë, kur henaj, e she, bam, der, thot, a ka bërëm ke shpi? Thot, ka bërëm del bobaj vetë, thot, ka bërëm, thot, po, ke shpi, kur, thot, oficer, ushtrije s'ka hi, thot, pas ka orë rani, thot, me hi, kë, pas ka orë rani, thot, me hi, kur jenë, thot, sofmi i kje, mua, bete, janë i kofe, thot, a ka mundë që i muzatet, thot, me grunë tone, me plakën tone, thot, po mëre, e tret, filone, hajde këtu, vjen, edhe nisë me bisedu, sofmi i kje, plaku, thot, i kena pos 3 fëmijë. Thot, i kena pos, thot, po njoni, thot, ka deka, qa u bo me të, nuk di. Nuk di, thot. Edhe i thot, ju drejtu e të asoj, nonës dhe vetë. Thot, e qka ka pos në kra, thot, a i bebë, thot, që ke lonë, thot, shumë mua bet. Thot, e ka pos një lirë, thot, sa gjys gishti, kjo, thot, e heki kravotin e deshik mishit. Thot, që e tha unë dhe jam djallit. Asti vërtet. Dhe që të mos bëni zonë, kur që vjetët një letër, thot, mas 2 mujt dite, thot, merë një fmit, e ikni piktu që kënë në Stambol e më pretni. Kë vjen në Prishtin, e del 4 deqane, e hinë në Shqipni. Kur e në Shqipni, atë kënë këmë brejti zënë. E morë në arrestojnë, i kalë zënë, kë historinë kejtë, fillë e përpe, që sheko, e bojnë oficer të loltë, mi ushtru ushtrinë e shqiptarëve në atë kohë, të mbretit zëk, para kohës e në verit, se më konë kohët e në verit, nuk ish mujt me hisë, e dini sa njerë është burgos, që ka qenë sistemi totalitar, sistemi agresiv, diktatorial, edhe del ato në nena, vlasni në Tiranë, shkën i blenë 3 plase, për veti, dhe për 2 lasët, Allah është i madhë, edhe shkojnë në Stambol, takuhet familje ti, mas 35 vite.